Jemi një biznes që ka filluar aktivitetin e tij që në vitin 1992, merremi me prodhimin e ushqimit si dhe me tregtimin e vezës. Para hapjes së qendrës kombëtare të licencimit, kemi pasur shumë probleme me marrjen e dokumentave, informacionit përkatës dhe me pajisjen e licencës. Tashmë, me hapjen e QKL-s, procedurat janë lehtësuar shumë, informacioni është më së i disponueshëm, gjithashtu interneti na i lehtëson shumë gjërat. Në çdo kohë ne mund futemi të shohim deri në çfarë ka arritur aplikimi ynë. Nëpërmjet portalit të internetit ne futemi në çdo kohë dhe të marrim informacionin përkatës, mund të shohim cilët janë konkurrentët tanë, mund të marrim informacionet e nevojshme, të cilat do të na ndihmojnë për të qenë më të suksesshëm, për të kapur një pjesë më të madhe të tregut. Programi Prag i korporatës së sfidës së mijëvjeçarit për Shqipërinë, i administruar nga USAID, filloi në shtator 2006. Gjatë 4 viteve e gjysmë të fundit, bashkëpunimi ndërmjet qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë shqiptare e ka transformuar rrënjësisht klimën e biznesit. Nëpërmjet krijimit të qendrës kombëtare të regjistrimit dhe qendrës kombëtare të licencimit, bizneset dhe individët mund të regjistrojnë lehtësisht dhe në mënyrë efikase biznesin e tyre, si dhe të marrin licencat e nevojshme shpesh brenda një dite punë. Qendra kombëtare e regjistrimit u hap në javën e parë në 3 shtator të 2007-s. Ishte një hap i cili çoi shumë përpara procesin e regjistrimit të biznesit në Shqipëri dhe u bë totalisht me fondet e programit të sfidës pra të mijëvjeçarit. Ajo që është arritje, është shkurtimi maksimal i kohës së procesimit të një kërkese dhe transparenca totale, sepse në momentin që çfarëdo që bën biznesi e aprovon apo e pezullon QKR-s një aplikim të caktuar, mbetet ashtu siç është edhe pra e ruajtur dhe në website-in e qendrës kombëtare të regjistrimit. Kjo lloj transparence automatikisht ka zhdukur hamendësinë që mund të ketë korrupsion dhe që nuk ka shkuar pa vënë dhe nga organizatat ndërkombëtare. Raporti i vitit 2010 i Bankës Botërore ka treguar që Shqipëria, që nga momenti i krijimit të QKR-s, shtator 2007 dhe deri në fund 2010-s, ka kaluar 71 shtete, vende në botë, lart në listë. Duke marrë në konsiderat suksesin e menjëhershëm dhe ndikimin që pati krijimi i qendrës kombëtare të regjistrimit te komuniteti shqiptar i biznesit, programi Prag MCC Shqipëri e zhvendosi vëmendjen e tij në shtrirjen e këtij suksesi tek regjimi i licencimit biznesi. Përpara ekzistencës së QKL-s, listoheshin mbi 300 lloje të ndryshme lejesh licencash, disa shumë të përsëritura me procedura të gjata burokratike. U synua që të reduktohej në minimumin e mundshëm numri i lejeve dhe licencave që do t'i duhej biznesit për të operuar, por dhe grupimi i tyre në një qendër të një modeli one stop shop për të mundësuar një kontakt të vetëm të biznesit me administratën shtetërore. Përveç sporteleve në Tiranë, që me të cilin qendra nisi punë, me 8 sportele, neve tashmë, fal një bashkëpunimi të mirë që kemi me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, ofrojmë shërbimet tona dhe në 9 sportele të tjera, të cilat janë aktualisht sportelet e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, por të cilat funksionojnë për llogaritë të dyja qendrave, duke marrë kështu formën reale të një sporteli unik për të tërë procedurën e regjistrimit dhe licencimit apo lejimit të një biznesi. Vendodhja këtyre sporteleve të shërbimit të QKL-s u vendos që të ishte së bashku me 9 sportelet ekzistuese të 29 zyrave të QKR-s të vendosura në Bashkitë e Shqipërisë. Për të kuptuar më mirë suksesin e qendrës kombëtare të regjistrimit dhe qendrës kombëtare të licencimit, bashkëpunuam me organizatat e shoqërisë civile për monitorimin dhe vlerësimin e punës së këtyre qendrave. Gjatë periudhës prill-nëntor 2010, Partneri Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim Konflikti, me mbështetje nga programi Prag i Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë, realizuan një anketë për të monitoruar performancën e QKL-s. Mesatarisht mbi 95% të anketuarve shprehin se procedurat e licencimit me një ndalesë janë shumë të qarta ose të qarta. 84% të anketuarve thanë se aplikimi për një licencë të re ishte i lehtë ose shumë i lehtë. Krijimi i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit përmirësoi në mënyrë drastike procesin e regjistrimit të biznesit në Shqipëri.
Ajo solli përfitime të rëndësishme për bizneset shqiptare dhe investitorët të huaj. Rezultatet e studimit treguan një nivel të lartë të kënaqësisë në lidhje me performancën e përgjithshme të shërbimeve të ofruara nga QKR-ja. Më shumë se 90% të intervistuarve e përcaktuan nivelin e kënaqësisë nga këto shërbime si të mirë ose shumë të mirë. Hapja e qendrës kombëtare të regjistrimit dhe qendrës kombëtare të licencimit redukton së tepërmi kohën e harxuar në zyra të ndryshme dhe sërollatjet e tepërta. Procedurat janë të thjeshta dhe kërkesat janë të qarta dhe pa komplikime. Padyshim që me hapjen e qendrës kombëtare të regjistrimit dhe qendrës kombëtare të licencimit, bërja e biznesit në Shqipëri është më se e thjeshtë dhe e lehtë. Me prezantimin e zgjidhjeve të reja për biznesin, sikurse janë qendra kombëtare e regjistrimit dhe qendra kombëtare e licencimit, programi Prag i korporatës së sfidës së mijëvjeçarit për Shqipërinë i administruar nga USAID ka kontribuar që bizneset shqiptare të jenë konkurruese në tregjet e brendshme dhe ato rajonale, si dhe ka përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri.